Hej, miq të Deli Durrës, përshëndetje. Kur thua Curilla, të gjithë mendojnë fiks të njëjtën rrugë, por sot do t'i bijem ndryshe. Do t'ju marr me vete në një xhiro 20 minutëshe me bicikletë që nis nga Muzeu i Dëshmorëve, kalon thellë mes lagjeve e historisë të qytetit, tek ish fabrika e tullave dhe zbret me adrenalinë të plot drejt detit. Bëhuni gati për një Durrës që nuk e shihni për ditë. Udhëtimi ynë sot nis pikërisht këtu, përpara Muzeut të Dëshmorëve. Është një pikënisje e qetë, perfekte për të kapur ritmin para se të futemi në rrugicat e qytetit. Lëmë pas muzeun dhe po afrohemi shkollës Eftali Koqit. Sa kujtime mërvëllah në këtë rrugica. Këtu jena rrit, këtu kemi thy gjunjëk me topa me bicikleta kur ishim kalamaq. Në këtë pjesë Durrësit ndihet era e qytetit vërtet, jo ajo e turistave. Rrugë të ngushta, porta me lule dhe ajo përshëndetja tipike qytetare ball për ball ku të gjithë njohin të gjithë. Kjo lagja ku rre vërtet zemra e Durrësit. Pasaj, në vëshllëk i drejtohemi qezmës së Ferrës. Të kalosh këtej me biciklet, pa u fut në për rrugë të modhe plot me makina, o tamam me i bë qefin vetes. Ndërsa thellohemi më shumë në këtë itinerar, sapo kemi hyrë në një nga zonat me toponimin më interesant në qytet, Qezma e Ferrës. Për ata që e vizitojnë Durrësin vetëm për detin, ky emër mund të mos thot asgjë, por kjo lagje fsheh një histori shumë organike të zhvillimit të qytetit. Shekuj e dekada më parë, shumë kohë para se të kishim sistemet moderne të ujësjellësit, Durrësi furnizoi me ujë nga burime dhe qezma publike të shpërndara rreth e rrotull zonës së banuar. Emri Qezma e Ferrës i referohet pikërisht një burimi të tillë të vjetër, një qezmë dikur e rrethuar nga ferra dhe bimësi e egër, ku banorët vinin për të furnizuar me ujë të pishëm. Në ato kohë, këto qezma nuk ishin thjesht burime mbijetese, por qendra të vërteta të jetës sociale. Ishin pikat e takimit ku shkëmbeheshin të rejat e ditës dhe ku krijohej fryma e komunitetit. Me kalimin e viteve dhe zgjerimin e Durrësit përtej mureve të vjetra, ajo që dikur ishte thjesht një hapësirë natyrore me një burim uji,
u urbanizua dhe u kthye në lagjen e gjallë që shohim sot. Ndërsa pedalojmë nëpër këtë asfalt, është bukur të mendosh se po ndjekim saktësisht të njëjtat shtigje të vjetra që njerëzit dikur i bënin në këmbë me enë në duar drejt burimit. Ndërsa lëm pas thelbin e lagjes së çezmës së ferrës dhe fillojmë këtë ngjitje të lehtë drejt ish fabrikës së tullave, peizazhi urban rreth nesh sheh një realitet që së shpejti do të ndryshojë. Kjo rrugë, këto pamje që po shohim sot përmes lenteve të kësaj kamere, ndoshta nuk do të ekzistojnë më në këtë formë pas pak vitesh. Për ata që i ndjekin zhvillimet e qytetit, e din që pikërisht këtej, mes kësaj zone ku po pedalojmë, është projektuar të kalojë unaza e re e Currillame. Është një projekt madhor që synon të lidh qytetin me bregdetin e Currillave nga Kodrat për të lehtësuar atë trafikun e rënduar të verës. Nga njëra anë, si qytetar, e kupton që infrastruktura e re është një frymëmarrje domosdoshme për një durrës që po rritet me ritme të shpejta. Por nga ana tjetër, të them të drejtën, nuk mund të mos ndjej një lloj keqardhje. Shumë nga këto shtëpi të vjetra, këto mure të heshtura që mbajnë brenda kujtimet dhe historinë e disa brezave dursakësh, disa nga këto ndërtesa karakteristike që japin zonës për identitet unik, me shumë gjaz do të prishen për t'i hapur rrugë asfaltit. Është ai çmimi i pashmangshëm i progresit. Qytetet evoluojnë, rrugët zgjerohen dhe e vjetra shpesh i lë vendin të res. Në një farë mënyre, kjo xhiro që po bëjmë sot me biçikletë nuk është thjesht një stërvitje apo një vlog i radhës, po kthehet në një arkiv digjitale. Një dëshmi vizuale e Durrësit ashtu siç i njohim sot, para se fadromat të ndryshojnë hartën e këtyre kodrave. Dhe mes kësaj ndjesie paksa melankolike dhe pulsit që shtohet nga pjerësia e rrugës, ja ku po i afrohemi heshtjes industriale të ish fabrikës së tullave. Ndërsa kapim këtë lartësi, peizazhi ndryshon tërësisht. Jemi fiks në territorin e ish fabrikës së tullave. Një heshtje e çuditshme e ka mbuluar një pjesë të kësaj zone, por për ata që e mbajnë mend, nuk ka qenë as pak kështu. Për dekada me radhë, ky ka qenë një nga pulset më të forta industriale të Durrësit. Zhurmë makinerish, punëtor të panumërt dhe furra që punonin pa pushim. Në krahun ton, ndodhet ajo që dikur njihej nga të gjithë si kodra e argjilës. Nga barku i kësaj kodre nxirrej lënda e parë, vetë brumi i fabrikës. Është shumë interesante po ta mendosh. Një pjesë e madhe e Durrësit modern, muret e shtëpive të prindërve apo gjyshërve tan ku ne jemi rritur, u ngritën tull pas tulle, pikërisht nga dheu i kësaj kodre ku po pedalojmë sot. I ka dhënë fjalë për fjalë formë qytetit.
Por, si çdo gjë tjetër, epokat ndryshojnë. Fabrika heshti, oxhaqet uftohen, dhe për shumë kohë kjo zonë mbeti si një relike mes shkureve. E megjithatë, kodra po ripërjeton një tjetër transformim. Siç e shihni nga pamjet, kodra e argjilës nuk gërmohet më për të nxjerrë tulla. Tani, po gërmohet për të hedhur themejet e pallateve. E gjithë kjo hapësirë industriale po i lë vendin komplekseve të reja rezidenciale dhe godinave të larta. Me këtë pamje fantastike nga lart dhe me detin kaq pranë, ishte çështje kohe që zhvillimi i qytetit të ngjitet deri këtu. Është ai cikli ironik dhe i pandalshëm i urbanizimit. Vendi që dikur prodhonte tullat për të ndërtuar qytetin, sot është kthyer vetë në një qytet të ri pallatesh betoni. Por, për te historisë industriale dhe pallateve që po ngrihen sot, kjo rrugë mban një tjetër kujtim shumë të bukur për qytetin. Para se t'i lëshojmë frenat për zbritjen e shumë pritur, vlen të kujtojmë se për dursakët e vjetër, apo sidomos për banorët e lagjes së re, kjo zonë nuk ishte thjesht një kodër me argjil. Ky ishte shtegu sekret, rruga e shkurtër. Kur vinte vera dhe vapa e gushtit rëndonte, shumë kush zgjidhte t'i binte saktësisht këtej, në këmbë ato dhe bicikleta si në sot. Duke shmangur qendrën e gjatë dhe rrugën kryesore, kjo ishte një prerje e shkurtër, një bypass i vërtet mes Kodrës për të dalë sa më shpejt në plazh. Një rrugëtim i mbushur me pluhur, por që në fund të shpërblente me freskinë e detit. Fiksa të shpërblim që po shkojmë të marrim edhe ne tani. Jemi ende në fund të prillit, por duket sikur vera ka trokitur tashmë në Currilla. Sa po zbresim, pamja që na pret është fantastike. Një grup të rinj, me sa duket turist, po shijojnë Bregdetin. Madje disa kanë marrë guximin dhe janë zhytur në det. Durrësi e ka thyer prej kohësh mitin e sezonit të shkurtër. Këtu jeta pranë detit gëlon gjatë gjithë vitit. Teksa vazhdojmë shëtitjen për gjatë Currillave, hidhini një sy kësaj pamjeje. Hëna ka dalë tashmë dhe po qëndron si një dekor natyral fic mbi këtë kodër masive që... Por nëse bëjmë pak zoom atje lart, shikoni me vëmendje ato vilat dhe pallatet e reja në maj. Duken fjalë për fjalë sikur po mbahen me thonjë në buzë të Greminës. Të gjithë ne që e njohim Durrësin, e dim shumë mirë realitetin e kësaj faqeje kodre. Është e gjitha formacion argjilor, dhe sa herë që ka shira të forte të vazhdueshëm, kjo tokë rrëshqet. Të shohësh ato ndërtime atje sipër është sa spektakolare, aq edhe e frikshme. Një sfidë e hapur me natyrën. Pasi lam pas atë pamje dramatike të Kodrës, rikthehemi në realitetin e zhurmshëm dhe modern të Currillave. Kjo rrugë është thyer në pasarelën e vërtet të qytetit. Ajo që të bie në sy menjëherë është kontrasti i bukur urban. Nga njëra anë ke makina luksoze të fundit që bëjnë xhiron e radhës, dhe nga ana tjetër shikoni këta kampera. Turistë të huaj që kanë parkuar shtëpitë e tyre lëvizëse Buz Adriatikut, duke treguar që ky qytet i mirëpret të gjithë llojet e udhëtarëve. E gjithë kjo vi bregdetare është e mbushur me restorante dhe lounge bars nga më të mirët. Ja ku po kalojmë pikërisht tani përpara Marquez, një nga pikat mjaft të njohura për ata që frekuentojnë jetën e natës dhe kulinarinë këtu. Vazhdojmë vetëm pak më tutje për gjatë kësaj promenade fantastike. Ja ku shfaqet restorant Oma dhe
Dhe teksa ecim pak më tutje, ja ku shfaqet një emër që padyshim e njohin pothuajse të gjithë të rinjt në Shqipëri. Këtu jemi tek Zinzi, lokali i këngëtarit Noizi. Gjatë verës, e gjithë kjo hapësirë përpara kthehet në një nga epiqendrat absolute të argëtimit dhe jetës së natës në qytet. Të biesh këtej me bicikletë në këto orë të qetë është lezet më vete. Pasi i lër më pas këtë zonë të zhurmshme dhe plot jetë, rruga na zbulon një tjetër godinë shumë të rëndësishme për Durrësin. Ja ku po i afrohemi kampusit të Universitetit Aleksandër Mojsiu. Të jesh student këtu duhet të jetë vërtet një privilegj i madh. Imagjinoni të mbaroni leksionet apo provimet, të dilni nga dera e fakultetit dhe të keni Adriatikun dhe këtë shëtitore menjëherë te këmbët tuaja. Nuk besoj se ka shumë universitete të tjerë që mund të krenohen me një panoram dhe një qetësi të tillë studimi. Lëme pas universitetin dhe ja ku jemi tek një tjetër pikë referimi absolute. Të gjithë e njohim me syt mbyllur këtë kthes, mirë se vini tek Bryri. Në këtë pikë strategjike që ndan shëtitoren, ngrihen dy nga ikonat e turizmit të kësaj zone, Hotel Aragosta dhe pak më tej Hotel Kështjella. Por për dursakët e vjetër, ky vend ka një rëndësi që shkon shumë përtej hoteleve të bukura. Për ne, ky është institucioni i plazhit vendas. Këtu është plazhi ku dursakët kanë ardhur për breza me radhë. Dhe kur flasim për plazhin tek Brylli, nuk mund të mos përmendim Batullat. Për ata që ndoshta s'janë nga qyteti ose nuk e dim, Batullat janë ajo pjesë e kodrës argjilore që takon ujin. Dhe ja ku jemi. Pas rreth 20 minutash rrugëtim mes historisë, natyrës dhe urbanizimit të Durrësit, kemi mbërritur në destinacionin ton final, Sfinksi. E parkojmë bicikletën këtu për të marrë frym lirshëm dhe për të shijuar këtë pamje. Shkallët që zbresin drejte në ujë dhe horizonti i pafund. Mbyllja perfekte e një dite. Miqtë e Daily Durrës, faleminderit që më shoqëruat në këtë xhiro të gjatë dhe paksa ndryshe nga të tjerat. Shpresoj ta keni shijuar këtë itinerar, po aq sa unë. Nëse po, mos harroni të lini një like dhe të bëni subscribe në kanal për të mos humbur udhëtimet e radhës nëpër qytetin ton të bukur. Më shkruani në komente, cilin vend doni të vizitojmë në videon e ardhshme? Nga unë dhe nga ky perëndim tek Sfinksi, mirëmbetëshi dhe shihemi së shpejti.